Unë tashmë Shpendin e kam këtu në studio dhe sigurisht do të vazhdojmë biseden. Shpend, mirë se erdhe, faleminderit shumë që e pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit Hilmie, mirë si zgjeta, faleminderit për ftesën, për gëzime për emisionin tuaj dhe për televizionin Alsat. Faleminderit shumë. Edhe unë të përgëzoj një herë edhe për këngën, po do të flasim më vonë edhe për këngën edhe për albumin tënd të ri. Megjithatë, dua që sot t'i flasim të gjitha që nga fillimet tuaja, sepse rrallë të kemi nëpër intervista dhe besoj që të gjitha ato që na shohin do duan të dëgjojnë pak më tepër edhe nga fillimet tuaja. Ti je lindje rrit në një familje këngëtarësh, në një familje muzikantësh, kështu që ka qenë mbase pak e pashmangshme për ti kur edhe muzikës, apo? E vërtet është. E vërtet zakonisht thonë njerëzit thonë pas ka talent ose e ka trashëguar në gjenetik. Gjenetika mund të jetë realisht edhe te dikush që nuk mirret me muzikë, por nuk e kur je në një familje që mirren me muzikë tërkohën, e ke të nëse veç e ke më të trashëguar me talent, e ke të patjetërsueshme ta shmangësh atë, kështu që edhe unë jam një pjesë e asoj familje që gjenerata të tëra kanë qenë aktive në muzikë, edhe jam marrë me muzikë si në këndim edhe në instrumente edhe në kështu. Shumë e vërtetë dhe në fakt duhet të thënë që kanë dhënë një kontribut familja juaj, familja Latifi ka dhënë një kontribut shumë të madh edhe për muzikën edhe për artin shqiptar, kjo duhet theksuar patjetër. Si ka qenë, si e kujton nëse të kthejmë në fëmijëri, si ka qenë fëmijëria jote ku ke dëgjuar edhe më të mëdhenj të familjes tuaj që kanë kënduar, kanë folë me pasion edhe për muzikën? Ajo në fakt ka qenë inspirim, për shkak se duke ndëgju do të thotë në për ngjarjen, gjithmonë edhe në shtëpi kur jemi mbledh. Te dikush muzika ka qenë e pashmangshme, këndimi do të thotë me gitare, me kështu. Jo vetëm se do të them para publikut, edhe në shtëpi ka qenë jo. Dhe kjo ndoshta e ka mbjell atë ko pas kohë, do thotë me kalimin e kohës në mënyrë të pavetëdijshme ndoshta. E ka mbjell atë muzikalitetin të ne edhe atë pasionin e muzikës. Si fëmijë, si i ri, do thotë ka qenë fascinuese kur i kam dëgjuar, do thotë duke këndu njerëz të ndryshëm, familjarë të ndryshëm, kur në mbledhi të ndryshme apo dasma apo shohëngje familjare. Dhe tërkohën do të thotë atë e kam absorbu. Edhe kjo ndoshta ka qenë ajo që më ka shtyr në mënyrë kështu të them pavetëdijshme të mirë me muzikë. Derisa më kisha dëshirë, normalisht në shkollë muzikës ishte pastaj instrumente që i mësojsha, kisha pasion me të mësoja dhe instrumentet, sidomos piano që ka qenë gjithmonë dashuria ime e dytë përveç këndimit. Pastaj instrumente tjera sigurisht, po piano ka qenë gjithmonë kështu që e kam pas pasion, edhe pse kur fillova dikon shumë i vogël në shkollë muzikës, profesori i muzikës për herë të parë mirë do thotë i bani ato testimet, si thonë sa kam talent për muzikë. Edhe po isha shumë i vogël, edhe në atë kohë isha kështu me peshë goza të madhe, edhe mi shikonte e gishtas për piano, ty më mirë duhet një instrument kështu frymor. Edhe duke u konsultuar edhe me babin tim, atë tha çfarë po bën, ma propozoi profesori klarinetin. Edhe në rregull, isha i ri, isha i vogël, nuk e kuptoj. Okej, klarinetin. A që të propozuan, ato do e marrësh? Po, ma propozuan klarinetin, në rregull, dhe fillova me klarinet realisht, a piano nuk kisha dashuri të madhe. Mirë po, nuk e kisha atë vetbesimin që të filloj se pasi se edhe profesori më tha ashtu, ishin disa profesorë atëherë në moshë të vjetër me atë stilin e komunizmit. Mirë po, kur bëja pauzë, do thotë gjatë orëve të shkollë në shkollë të muzikës, e lija klarinetin, e merrsha partiturën edhe para pianos, do të thonë me partiturën e njëjtë, çka mësojsha këto edhe në piano. Edhe kështu vetiu lindi ajo e mësova piano, do thotë pa asnjë profesor pa më ushtruar, po. Edhe kështu që sot më ditë në instrumentin e pianos jam më i mirë se sa në klarinet dhe në gjitha tjera. Pastaj pas një kohë edhe klarinetin e lash, se nuk kisha shumë
dashuri të madhe ndaj klarinetit, mirë po derisa isha domethënë në orë, kisha edhe lavdata edhe prej profesorëve edhe për klarinet, për shkak se e disha se duhet punoj, do thotë për shkak se u pajtova me fatin që klarinetin e kam instrument kryesor dhe duhet dhe me atë do vazhdosh. Ka qenë e imponuar, faktikisht e imponuar. Realisht e imponuar. Edhe çdo gjë që me të vërtet, çdo gjë që është e imponuar nuk është gjithmonë nuk përfundon aty në fund. Po. Piano prapse prap. Pastaj isha edhe për gitarit kisha dashuri edhe për bateri e kështu. Mirë, po pianon e kam kështu instrument që me pasion i di. Me këtë në fakt ke treguar që pas ke qenë i vendosur në gjërat që don. E ke dashur pianon dhe megjithëse profesori të ka thënë që nuk je për në piano, ti ke vazhduar me tëndën ke mësuar, kështu që sot ja ku e zotron pianon. Edhe ai profesori e ka pas gabim. Realisht. Po. Duhet shprehem kështu. E ka pas gabim, ka qenë profesori im, po tash e shoh se, domethënë me kalimin e kohës tash. Jam rritë, pastaj jam shkollu, e ka pas gabim definitivisht. Po, sepse ti sot ku je prap me pianon, me dashurinë tënde të dytë që është pianoja, sigurisht. Nuk është të gishtat e shëndosh ose të vegjël sa është pasioni. Për shkak se arrit me kalimin e kohës, aty ndoshta nuk e ka marrë me janë se nesër do të rritem edhe do të humbi pesha, apo nuk e di. Apo pianon ka qenë një lloj paragjykimi mbase edhe nga ana ti po. Ka qenë, do thotë ka qenë ndryshe kanë qenë. Flas për ndoshta tash nuk di sa ta llogaris, po afër 30 vite po ka qenë kohë tjetër. Sigurisht, e ka menduar ai që mos humb kohë në piano, le të vazhdoj me klarinetën, po që ja vendosmëria jote të solli këtu ku je sot. Të flasim për fillimet tua aty ku publiku filloi të njohë më shumë, në Ethet e Seprimtes, që ka qenë një garë që të gjithë ato që e kanë ndjekur, e kanë ditur që me vërtet, jo rastisht e ka pas edhe emrin Ethet e Seprimtes, sepse ka qenë një garë që të ka vënduar Ethe, ka qenë një garë shumë e rëndë për të gjithë ato konkurruesit që kanë marrë pjesë, dhe ti në fakt ke arrit edhe në finale. Më trego pak si ka qenë si eksperiencë për ty, sa të ka ndihmuar ti hapish dyert edhe për të vazhduar më tej edhe në muzikën. Në fakt, kur e pash këtë videon që e kishit realizu, u ktheva pak, jo pak po 20 vite, do thot në kohë, edhe në të vërtet u emocionova kur i pash këto nuk i kisha pa kohë të gjatë. Edhe sikur filluan ato ethet e atëhershme se mu përsërit një emocion i atëhershëm, me të vërtet ethet ka qenë emri duhur i atij emisioni për shkak se me të vërtet ka qenë një punë shumë profesionale. Kemi punu mjaft me profesorët me ato të jurisë që kanë qenë, sidomos me profesor Shpëtim Saraqin, kam punuar më shumë ti, po edhe me Alfred Kaçinarin, Xhani Cikon e të tjerë. Përvojë e jashtëzakonshme për shkak se atëherë kam qenë 17 vjeçar, ende pa i mbush të 18-at. Edhe ka qenë një shtytje e madhe në karrierën time për shkak se për herë të parë do thotë kam dalë në një skenë të madhe, gjigante që ka qenë në atë kohë, në një skenografi të jashtëzakonshme, vetëm se ato televizionet e Shqipërisë din, produksionet e Shqipërisë din t'i bajnë në atë mënyrë. Zakonisht karriera fillon me mbrëmje, me kështu grupe, me bende, me organizime mirë, po kjo ka qenë me të vërtet një për një hershme. Edhe kam qenë pa përgatitur në fillim për ato skenat mëdhaja, po duke i falenderuar do të thotë gjithë ato njerëz profesionistë për shkak se e kanë ditë se si duhet punuar, se të gjithë kemi qenë të ri dhe ndoshta pa përvojë. Mirë po me profesionizmin e tyre kemi arrit do thotë atë që e kemi kërkuar. Edhe ajo është një moment kyç në karrierën time edhe e paharrueshme për shkak se kjo do thotë mund definitivisht të lënë një shenjë në karrierën time, edhe një ngjarje shumë e rëndësishme e karrierës time. Një ndër ato. Ajo që ka hap dyert sigurisht për vazhduar edhe më tej. Më pas sigurisht ke vazhduar edhe me këngët tuaja, pas 2005-s, pra pas Ethes e Seprimtes, ke vazhduar edhe me këngët tuaja,
ke pas disa stile, në disa zhanre, po sot ku e gjen më shumë vete nëse të pyes? Sepse megjithëse ke eksperimentuar le të themi me zhanret, megjithatë është një stil roku, mbase roku i lehtë alternativ, mbase që të identifikon. Është një pop rock, një rock i lehtë alternativ. Kam filluar me muzikë ndoshta rock balada, kështu. Në vitin 2006, pastaj isha pjesëmarrës në Nota Fest, në atë kohë kur realizova këngën Çdo gjë ndryshoi. Është kënga e parë ime e realizuar kështu profesionalisht, edhe që ka qenë e publikuar në skenë. Ka qenë një baladë, më shkojnë baladat mjaft. Me kalimin e kohës, para një periudhe, kam desh të bëjnë ndonjë manipulim të stileve, të bëjnë ndonjë laramani. Ka qenë thjesht provë për shkak se punoj me produksion edhe në studion, komponoj këngë. E kam shfrytzuar rastin të bëj një këngë për mua, në formën pak më ritmike, komerciale, por me kalimin e kohës edhe me përvojën time që e kam bën, definitivisht e kam pa edhe shpesh i porosis edhe muzikantët këngëtarë tjerë, do thotë që janë më të ri, që aty ku e gjejnë veten, le të vazhdojnë me atë për shkak se ajo më shumë të ndoshta sjell sukses, për shkak se ata që e bojnë me pasion, do thotë ajo që ju flen atyre është më së miri për ato. Ndoshta këngët që i kam bën, ndoshta do t'i kishin shku më shumë një tjetër këngëtari se sa mu, mirë po e kam bën vetë. Do thotë derisa e kam pa edhe veten time se ku jam, do thotë mirë që e kam bën dhe e kam pasur ku jam. Mirë po, tani jam në rregull shumë me ato këngët që i kam realizu, edhe do të vazhdoj kështu gjithmonë. Sigurisht. Mirë është që ke eksperimentuar për të parë edhe ti ku e gjen më shumë veten, ose si të sheh edhe publiku, sepse ndonjëherë edhe ajo ka të bëjë se si të sheh publiku, ku të sheh më shumë. Kur vetë i bën këngët me zemër, nuk edhe kur këndon me zemër, edhe kur komponon diçka që të flen ty që e don ashtu, derisa nuk shikon pak të bëjë pak si ma komerciale, ndoshta të kem akses te publiku më i gjerë, domethënë ajo për mua është një gabim. Do thotë ashtu siç e bën, do thotë ashtu siç je, publiku do patjetër se ka me të kuptu. Kjo është diçka nënvetëdijshme. Nuk është për shkak se vetëm se në intervista duhet të thonë kjo, po me të vërtetë e mendoj atë. E mendoj definitivisht se njeriu që një komponim, një këngë që i flen, edhe që i bën me shpirt, që e gjen veten aty, definitivisht duhet ta realizojë. Sepse ajo pastaj reflekton besoj edhe te publiku. Publiku e sheh, nëse ti e don edhe publiku do ta dojë. Pa vedi e reflekton ajo. Do të thotë nuk jemi të vetëdijshëm se sa në mënyrë të pavetëdijshme publiku të kupton me një farë fjalë. E vërtet, ashtu është, sepse nëse të gjithë bëjnë këngë vetëm për t'ju përshtatur, le të themi, tregut, ose nuk do kemi një muzikën e mëshilt që base kemi të rallë. Ka shumë reggaeton, ka shumë pop, do thotë që përsëriten, në rregull që ka këngëtar të tillë që i shkon ajo, krejt jemi në rregull. Mirë, po duhet të bëjmë diçka ndryshe që njerëzit na shohin, do thotë dallohemi për diçka. Edhe kjo do thotë përvoja ime e ka bake, do thotë që të vish në këtë përfundim. Kuptojnë njerëzit, po duhet ta kuptojmë se kjo është me të vërtetë saktë, do thotë duke u nisur nga përvoja ime, definitivisht është ajo. Ajo duhet jetë, sigurisht. Edhe për t'u dalluar, mirë e the, edhe për t'u dalluar këngëtarët, për të pas secili stilin e vet, që edhe kur ti dëgjojmë ta dim kush këndon, sepse tash në kohët fundit me këngëtarët e rinj, nuk them që janë keq, megjithatë, me këngët komerciale nuk mundemi t'i dallojmë kush këndon nëse nuk i shohim, sepse po bëjnë muzikë më shumë për të parë sesa për të dëgjuar. Megjithatë, kemi ende njerëz të cilët punojnë sigurisht për muzikë të mirëfillt. Dua të ndalem tek kënga e kombëtares, sepse ka qenë besoj një pikë kryesore edhe karrierës tënde, një kulmi i karrierës tënde.
kënga për kombëtaren që është realizuar nëse s'gaboj në vitin 2009 ose po. 2009. Që edhe sot dëgjohet apo 2010 nuk jam i sigurt. 2009-2010 ajo periudha duhet të ketë qenë po. Ajo këngë edhe sot dëgjohet, edhe sot këndohet, edhe sot lëshohet në stadiume, në sheshe, në qytete, sa herë që luan kombëtarja jonë për mbështetje. Më trego pak si erdhi ideja e kësaj kënge, si e ndjerë edhe kur mori gjithat hovë kënga, sepse besoj është edhe një lloj përgjegjësie për ta bërë privilegj, por edhe përgjegjësi për ta bërë atë këngë. Kjo pak paraprakisht që e thash, ka qenë njëra ndër arsyet kryesore ndoshta pse ka pas atë sukses kënga. Asnjëherë nuk kam pa diçka të bëj komerciale, po ajo që më ka ardhur për herë të parë. Për ta komponu, nuk e kam ndryshuar më, duke bë kompromis se jo ndoshta do dëgjohet apo jo, ndoshta në këtë mënyrë do dëgjohet më shumë apo jo. Do thotë në momentin kur nuk kam bë kompromis, ka ndodhur kjo që ka ndodhur, do thotë është ndëgjuar më shumë ti. Përgjegjësi e madhe, por ka qenë pozitive që atë përgjegjësi nuk e kam kuptuar në fillim. Për shkak se ndoshta do ta kisha bërë me më shumë droj, me më shumë frikë për shkak të përgjegjësisë se si do ta realizoj, e kam realizuar, do thotë muzikën edhe orkestrimin, edhe ja kam besuar Faton Mehmerit tekstin. Dhe nuk e kam prit atë sukses, do thotë që kam e pas, po thjesht e kam bë, ka qenë do thotë përfaqësuesi tifozëve kuqezi, që është në Maqedoni, ma ka propozuar do thotë atë këngë që ta bëj, edhe e kam realizuar, edhe pastaj ka lëshu të tjerë aty klubit të tifozëve kuqezi, kryesisë. Edhe është pëlqyer shumë, kam pas fjalë do thotë të shkëlqyeshme se është kënga më e mirë ndonjëherë bla bla bla. Edhe nuk e kam prit realisht, po në rregull, është realizuar, po kur e kam pasë sa do thotë po e ndëgjojnë atë publiku, më ka rasti që me këtë këngë të bëj hapjen e një lojës kur ka luajt Shqipëria me Hungarinë, sa më kujtohet me Hungarinë, ishte edhe për herë të parë aty e pa ta prezantuar. Jo për herë të parë, realisht e pa ta prezantuar një herë prej lojrave para publikut, para lojës. Edhe ajo atëherë kam qenë i habitur, për shkak se më ka ndodhur një herë, ndoshta nuk e di, u thash Zotit ndodh prap kjo punë, po kanë qenë ndoshta rreth 20.000 veta, edhe në stadium duke e dëgjuar do thotë në publikun duke e kënduar këngën, atëherë ka qenë një emocion që nuk mund asnjëherë ta përshkruaj se si është kur aq turp me madh do thotë njerëzit ta këndojnë këngën. Edhe ai ka qenë një emocion që nuk e dia do të përsëritet më, do thash Zotit përsëritet, po ai ka qenë një, edhe atëherë e kam kuptuar realisht. Atëherë e kam kuptuar se ku jam, nuk e kam ditë. Nuk e kam ditë se sa do të ishte dëgju. Pastaj lëvë lojeve tjera edhe nëpër televizion, nëpër evente ndryshme kur ishim në Shqipëri për ta pa lojën, gjithmonë dëgjohesha më vetëm se pa ta kuptuar. Po ajo ka qenë hera e parë në stadium kur e kam kënduar dhe kur i kam pa tifozët me atë fishek zjarret, me ato ngjyrat e kuqe, me ato. Ashtu siç dinë të bëjnë veç tifozët kuqezi. Po. Edhe realisht ai ishte emocioni pa përshkrueshëm, do thash Zoti gjithë ta përjetojnë. Si e përjeton edhe sot, sepse kjo këngë edhe pas kaq shumë vitesh përsëri dëgjohet, këndohet pikërisht ashtu, sepse është një këngë që bashkon të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, e këndojnë atë këngë prej në gjitha këndet e botës, le të themi, në gjithë botën ku janë shqiptarët. Gjithmonë e përjeton njësoj, të drejtën. Kur shoh kam pas shumë raste, kam pas shumë raste edhe nëpër postime, nëpër Instagram e kështu. Më ka ndodhur të shoh edhe lojtarët pas lojës kur vetëm se kam bën ndonjë
fitore kështu gjatë lojës, pastaj janë mbledh në autobus edhe kanë këndu gjithë këngën, domethënë ajo është me të vërtetë krenari e madhe dhe jam mirënjohës dhe falendërues shumë i madh i gjithëve, edhe i klubit të kombëtarës edhe lojtarëve që e kanë shtyr këtë këngë edhe tifozëve kuqezi edhe gjithë njerëzve që e këndojnë. Ende sot e më ditë është emocioni i njëjtë. E vërtet, në çdo lojë është i jepet, kështu që është një e merituar për të arritur aty ku është, sepse me të vërtetë ka edhe teksti, edhe ritmi i këngës është domethënë që tamam e jep atë dashurinë, e tregojmë edhe ne që e këndojmë në fakt si publik, e tregojmë atë dashurinë që kemi për kombëtarën. Shpejt ne do të shkoputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, me njëherë pas publicitetit do të rikthehemi, kemi surpriza për ty, sepse ndonjëherë ashtu kemi disa surpriza që ua bëjmë mysafirëve me qëllim për të parë edhe të afërmit e tyre se çfarë mendojnë për ta, kështu që ne do të rikthehemi shumë shpejt për surprizën e radhës. Jemi rikthyer dhe siç lajmërova, tani do të kemi një surprizë për Shpendin, ashtu siç e kemi zakon në fakt edhe në emision për të sjell pak edhe atë se çfarë mendojnë mbas edhe të afërmit e mysafirëve të cilët i kemi këtu në studio. Kështu që do lusë regjit nëse ka mundësi surprizën e parë, video mesazhin e parë. Përshëndetje nga Kumanova, juve në studio dhe gjithë ata që po na ndjekin. Si që dini krejt në muzikantët jemi pak fjallë, por për Shpendin po mundohem me jeton 2-3 fjali. Shpend përveç lidhjes familjare, na ka lidhur dashnia për muzikën rock. Po bën diku 20 vite që bashkëpunojmë prej mbrëmjeve të vogla muzikore e deri te iti për kombëtarën edhe tash në albumin tonë të ri. Më vetëm desha me përgëzu për albumin tonë të ri dhe shpresoj se do t'i arrit të gjithë pritshmëritë tona. Mos harroj edhe me cek, në album çdo këngë ka klipin e vet dhe ja vlen të ndëgjohet dhe të shikohet çdo këngë për të gjithë. Unë ju përshëndes dhe shpresoj që të kemi bashkëpunime të radhës dhe shumë punë në pret. Kaloni mirë në studio. Ciao. E falenderojmë Gjimin. Gjimi në fakt përveç familjari yt, është edhe sigurisht edhe bashkëpunëtori yt, sidomos edhe e përmendi edhe te kombëtarja, por edhe te projekti i fundit, me sa di, apo te albumi i fundit ose gjithkund ku keni bërë bashkëpunime për gjithë këto vite. Me të vërtet, është e paprisme kjo realisht, edhe emocionuese është shumë për shkak se një nga personat që me të vërtetë e kanë pas më së afërmi është edhe Gjimi, jo vetëm se që e kanë familjar, po 20 vite bëhen bashkë që punojmë. Edhe është personi më i përshtatshëm në muzikë live, për shkak se vetëm përvoja mes njëri tjetrit do të thotë e bën atë, nuk duhet të koordinohemi aq se din se çka po kërkoj. Me një këthyme të kokës e di se çka pas ka kalu shumë kohë e gjatë, nuk i povedishme edhe normalisht që shihemi shpesh e bisedojmë, po kjo video është e veçantë edhe pse e kam shumë afër atje, kjo është shumë e veçantë. Faleminderit për këtë surprizë që ma keni bërë spari, e falenderoj edhe Gjimin që gjithmonë ka qenë bashkë me mua në këtë karrierë, se është njërin nga ato që i ekipit do të thotë që e kam pas gjithmonë. E falenderoj për gjithë atë spari që më ka duru atë shumë. Shpesh ndoshta di me qenë edhe rigoroz, edhe po është aq i kuptueshëm edhe ka në natyrën me të vërtetë të artistit, edhe është mos flasim për profesionizmin e tij se sa është profesionist në fushën e vet në bateri në këtë rast. Kemi bërë albumin bashkë sfundmi. Do thot prej fillimit do thot këtë e kam pas gjithmonë, Gjimin e kam pas në krah çdo projekt, pa Gjimin nuk e kam realizu. Do thot prej te kënga e kombëtarës që shihet edhe këtu, e deri te albumi i fundit, do thot këngët e albumit i fundit që e ka ekzekutu, edhe që asnjëherë nuk ka qenë ndonjë, do thot nuk ka
gjithmonë e ka marrë punën me seriozitet, për shkak se tash po më ngatron edhe fjalët Nga e emocioneve. Po. Është interesante është për shkak se shihemi tërkohën, po në këtë mënyrë kur e shoh diçka krejt ndryshe. Vetë thjesht e falenderoj për gjithë atë që e ka bërë gjatë karrierës time. Sigurisht, ne prandaj edhe i bëjmë këto, i marrim nga njerëzit më të afërt, sidomos edhe kur janë edhe bashkëpunëtor, sepse mbase edhe pse shiheni çdo ditë, mbase nuk ti thot ato fjalë që do i kishte thënë që i tha sot në fakt. Ndoshta asun si kam thonë shumë herë për shkak se punë do thotë është pak më normalitet. Kur flasim po në këtë mënyrë, thjesht ndalem edhe i falenderoj njerëzit. Do thotë e falenderoj në këtë rast Xhimin për këto vite gjitha që ka qenë më profesionist se asnjëherë. Edhe është e vështirë që ta ndroj me një tjetër ndonjë zëvendësim. Shpesh ndoshta nuk përputhet, për shembull për mbrëmje kështu, shpesh nuk përputhet koha apo data apo dita, do thotë ndonjëherë duhet ta marr ndonjë zëvendësim. Nuk është ajo. Nuk është e mundur që të ndodhe diçka e tillë, po, s'është e njëjta. Po prandaj pikërisht se shpesh nuk i themi gjëra që me personat e afërt, nuk ua themi shpesh gjërat, kështu që ja ku ndodhi. Po, tash ndalem e mendoj vërtet kështu. E vërtet. Por ne s'kemi mbaruar këtu sepse kemi edhe një surprizë tjetër të radhës, që pikërisht është pra përsëri familja jote, që mbase edhe në këtë rast është ndoshta e njëjta, që nuk ti thot gjithmonë fjalët që ti thot këtu ose që do ja thuash, kështu që unë e lutem Regjina se ka mundësi edhe video mesazhin e dytë. Përshëndetje studio, përshëndetje Daj. Edhe pse kërkesa për ta bërë këtë video më erdhi në momentin e fundit, por unë gjithsesi pranova sepse ndjej kënaqësi të flas për ty. Që kur kam qenë e vogël, unë tek ti kam parë një person që punon me përkushtim dhe ndjek pasionin e tij. Si profesori gjuhës angleze e di që ke frymëzuar shumë të rinj duke i bërë ata të besojnë në veten e tyre. Përveç kësaj, muzika ka qenë gjithmonë pjesë e jotja. Edhe sot me publikimin e këngës tënde dhe albumit tënd të ri, ti e dëshmove që kur bën diçka me shpirt dhe me zemër, ajo arrin tek njerëzit. Muzika jote flet, frymëzon dhe emocionon. Si mbesa jote jam jashtëzakonisht krenare të kem një Daj si ti, të uroj shumë suksese, shëndet dhe dije që gjithmonë familja do t'jetë pranë teje. Ja pra edhe nga mbesa jote, pikërisht besoj që janë fjalë që mbase të gjithë i mendojnë, po që nuk e thonë në momentet të caktuara, prandaj edhe ne vendosim gjithmonë që të sjellim të afërmit e mysafirëve pikërisht për të dëgjuar këto fjalë të bukura edhe publiku t'i sheh në fakt edhe ato që mendojnë edhe personat e afërt. E tash kjo ishte kulmi. Në festa është pika e dobës. Realisht është mbesa më e madhe e familjes, do thotë vajza e motrës. Edhe tash realisht mbetëm pa fjalë. Do thotë duke përcjell një fëmijë që lind, edhe që e kalon fëmijërinë e saj prej në foshnjë, edhe duke përcjell derisa ti kaloj ato fazat shkollimit, fazat e ndryshme të jetës që prej një foshnjë e sheh deri te këtu ku ka arrit ajo, është me të vërtet kënaqësi, krenari. Falenderoj që ka pranu s'pari ta bëj këtë video. Pse thëm pika e dobët? Ndoshta pse është mbesa e parë, është fëmia e parë e familjes. Po nuk është vetëm ajo, karakteri i kësaj e ka bën këtë. Është një fëmijë kështu, nuk është më fëmijë vetëm se ka filluar studimet. Është student e mjekësisë këtu në Kirilin, në fakultetin e Kirilit dhe Metodit. Dhe ka qenë e pasionuar, do thotë ka trashëgu pasionin e prindërve të vet, motrës dhe dhëndrit që janë edhe ato mjek.
çfarë të them, do thotë është shumë e veçantë për mua, edhe e veçantë për të gjithë familjen edhe shoqërinë, për shkak se është mjaft e talentuar punëtore, është e matur në çdo gjë, në çdo fjalë, në çdo veprim, dhe nuk do t'ja kisha dhënë këtë moshë tash që e ka për pjekurinë që e ka. Do thotë thjesht është kënaqësi, është krenari, edhe duhet të falenderojmë Zotit që e kemi një person në familje si Vesa. Sigurisht, edhe unë e falenderoj shumë që nuk nguroj për ta bërë pikërisht edhe këtë video. Ne po afrohemi se minutazhet asnjëherë nuk janë të mjaftueshme për të folur edhe për karrierën, edhe për jetën, por që nuk dua ta lëm pa u ndalur sigurisht te projekti i fundit, që është Kënga jote nuk e pranoj, më e fundit, që është pjesë e një albumi. Më trego pak çfarë pritet edhe për albumit, kur do dalin edhe këngët e reja. Spari duke fillu prej ky album realisht ka fillu të realizohet 2-3 vite më parë. Këngët janë bërë ngadalë kështu, pa ngurrim, për shkak se kam di se një ditë do të rikthejmë në skenë dhe duhet ta kem një projekt diçka pa kompromis. Kjo ka qenë ajo që e kam dhënë vetës si kusht që mos ketë kompromis. Për shkak se punoj edhe si producent, edhe si kompozitor, tekstshues. Këngët që i realizoj zakonisht teknologjia sot me dim në gjuhën e produksionit që i thojmë sampla. Kam pas mundësi edhe të emitoj gjitha instrumentet në mënyrë të përkryer. Por këtë këngë e kam bërë me një ekip shumë të madh. Realisht nuk kam desht, nuk kam pranuar që të punoj, domethënë duke përdor atë përparësinë e teknologjisë, po çdo gjë të bëhet live, do thotë të ekzekutohet. Edhe kam pas një ekip mjaft të madh duke filluar nga tekstshuesi Avni Qahili, Abbas Selmani, Azra Ekupi, pastaj gitaristin Astrid Stafai, edhe Gjimi sigurisht dritonin në bas gitare, pastaj me perkusione Eugenin në violin, do thotë krejt instrumentet i kam bërë në domethënë kështu live, edhe më në fund pas shumë kohësh, për shkak se jo që projekti më ka marrë atë shumë kohë, 3 vite, mirë po shumë shpesh është desht me ndërprer, do thotë për shkak gjërave tjera, obligimeve tjera, projekteve tjera që kam pas edhe me musical edhe me shfaqje teatrale apo me këngë tjera, do thotë për artistë tjerë, edhe më ka desht të ndërpres shpesh. Ka një ekip të madhe që duhet me të vërtet t'i falenderoj shumë, për shkak se secili prej atyre e ka tregu profesionizmin e vet. Duke filluar nga në tekstet, instrumentistët e kështu mos përsëritem. Do thotë ka qenë një projekt që e kam bërë me zemër, edhe nuk e kam bërë si që e kam parë, nuk e kam bërë për shkak të komercialitetit sot dëgjohet, po pra që e ke ndjerë se do të jetë mirë. Ashtu si e kam ndjerë, ashtu e kam bërë realisht. Nuk ndonjëherë kam menduar ta ndryshoj dikun, po kur jam kthyer për herën e dytë nuk ka mund ta ndryshoj më për shkak se ka bëru vetë ashtu. Kjo është kënga e parë, kjo është videoklipi i parë që ka dalë tani, i kam edhe 9 këngë tjera, do thotë gjithsej janë 10 këngë, kështu që besoj që brenda 1 apo 2 javë maksimalisht do të dalë edhe kënga e dytë, pastaj e treta e kështu me radhë, pastaj do ta realizoj edhe gjithë albumin. Do të publikoj edhe gjithë këngët tjera të albumit. Shpresoj që do të pëlqejë nga publiku, edhe shpresoj se nuk do të jetë kjo albumi i fundit që do ta bëj. Mirë, po tani jam i fokusuar për këtë album. Për këtë album, për të marrë. Tani kam material se çfarë të performoj edhe çfarë të po. Sigurisht. Unë të uroj shumë suksese në fakt, kënga ishte shumë e bukur kënga e parë, tash presim sigurisht edhe këngët e tjera. Megjithatë do të kemi mbasi sërish në studio edhe për këngët tjera ose edhe për projekte tjera të cilat për çfarë të flas. Për të cilat do të flasësh sigurisht. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma, që ndave nga rrugtimi yt, nga fëmijëria jote, ndave dhe emocionet sigurisht që kishe edhe këtu në studio, kështu që falenderit shumë që ishe pjesë, edhe të uroj shumë suksese. Besoj që mund të thuaj që e mbyllë një vit të mbar, kështu që shpresoj
vazhdojmë edhe për një vit tjetër të mbar. Faleminderit shumë Ilmia edhe nga ty si gazetare. Faleminderit për gjitha këto, do të thotë që më kthyet sfarin në kohë, për gjitha këto emocionet e bukura. Jeni me të vërtet keni një emision të shkëlqyer me një profesionizëm të madh edhe sigurisht faleminderit edhe televizionit tuaj që më jep në rastin. Shumë faleminderit edhe një herë, kënaqësi shumë për ne. Faleminderit.